Një zjarr i fuqishëm dogji gjatë dielës sipërfaqe të shumta në fshatin Hoshtim të Vlorës, flakët të cilat, sipas emergjencave civile nga prefektura dhe Ministria e Mbrojtjes, dyshohet se kishin piknisjen nga varrezat e zonës, kanë djegur totalisht një sipërfaqe të konsiderueshme në këtë zonë. Terreni malor, era dhe temperaturat e larta e bën të vështirë vënien në kontroll të zjarrit, ndërsa në vendngjarje kanë mbritur 4 automjete zjarfikse me 14 efektiv, por edhe në ndihmë nga Berati, Fieri dhe Himara me nga një automjet zjarfikës me 3 efektiv, 2 automjete të forcave të armatosura dhe 14 efektiv, një automjet nga ujësillësi, forca të shumta vullnetare, ndërsa është punuar edhe nga ajri me anë të helikopterit për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Zjarri u shtrit deri fare pranë disa banesave në zonë, duke rrezikuar seriozisht banorët dhe pronat e tyre, ndërsa është përhapur më pas edhe në ullishte i favorizuar nga temperaturat e larta dhe ererat e forta. Ndërkohë që më pas zjarri përparoi edhe në drejtim të fshatrave Kërkov dhe Bestrov. Gjatë situatës së krijuar, policia ka larguar gjithë banorët që jetonin banesa të rrezikuara nga flakët në fshatin Ashtim, po ashtu fshatarët kanë zhvendosur edhe baktit nga stallat. Ajo dori ka vënë zjarri dëmi madh u bë. Në gjitha detimit, gjitha pyet të fshuar. Po rrezikojë shtëpitë, po rrezikojnë po të gjitha udojë bajra, ullit po digjen. Je stabilizuar në flakët zonën tonë hap shtëpitë. Po varrezat u dojnë lart? Varrezat u dojnë lart. Veselvie me të gjitha. Nuk e di se kemi parë qendra qivura akoma. Po qendra për të mimat. Mësohet se situata ka qenë problematike deri në orët e vona të natës, ndërkohë që është punuar kryesisht nga terreni për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e flakëve. Shefi i emergjencave civile në prefekturën e Vlorës, Robert Skëndaj, ka theksuar se zjarri është arritur të normalizohet në pjesë më të madhe të tij, kryesisht pas ndihmës nga ajri, por edhe punës së kryer në terren, palë dhe ndihmës së ardhur nga bashkitë fqinje. Me të marrë informacionin rreth orës 15:30 që në varrezat e fshatit Hoshtim ka rënë zjarr, u mobilizuan strukturat e MZZ-s Vlorës, erdhën me njëherë, por duke parë situatën në terren që ishte pamundur të përballohej vetëm me forcat e MZZ-s së Vlorës, duke operuar forcat e MZZ-s, u kërkua me njëherë mbështetje nga bashkitë fqinje. Aktualisht kemi mbështetje nga bashkia e Fierit, nga bashkia e Beratit, Himara, njëkohësisht po vjen edhe nga DRM-ja, ka mbritur nga DRM-ja e Elbasanit. Njëkohësisht një ndihmë të madhe po na jep edhe forcat e armatosura me helikopteri nga ajri, njëkohësisht dhe zjarrfiksja e repartit të Pashalimanit. Era e madhe që ka frytur dhe vazhdon të fryjë akoma në terren me drejtimin në Averiu e ka ndihmuar erën dhe ka djegur një sipërfaqe të konsiderueshme nga Hoshtima, nga varrezat në drejtim të Kërkovës. Me punën e zjarrfiksëve bëhem mundur që të mënjanoj zjarri për të dëmtuar banesat në fshatin Hoshtim, ashtu dhe në fshatin Kërkovë. Prefekti i qarkut të Vlorës, Plator Nesturi, ka theksuar se ishte një reagim i menjëhershëm nga të gjitha strukturat, por edhe nga ndihma e ardhur nga bashkitë e tjera, por edhe ndërhyrje e bërë nga ajri, ndërsa ka kërkuar një reagim më të ashpër ndaj atyre që vendosin zjarre, duke theksuar njëkohësisht se 90% e zjarreve janë të qëllimshme. Situata realisht pati një reagim shumë të shpejtë dhe për këtë unë falenderoj dhe pjesëmarrjen dhe qoftë nga Agjencia Kombëtare e Emergjencave, qoftë edhe nga gatishmëria e bashkive tjera. Pra tashmë operon jo vetëm një helikopter, i cili po operon nga ajri, po përveç 4 zjarrfikseve të Vlorës, operojnë gjithsej 9, që kanë ardhur në ndihmë nga Himara, nga bashkia Himar, nga Pashalimani, nga Fieri, nga Berati dhe nga Elbasani. Pra kemi një përgjigje në kohë të shpejtë. Gjithsesi situata ishte për të vlerësuar sepse pati ishte në afërsi dhe të qendrave të banimit. Tashmë këtë rrezik kjo është eliminuar, por që mbetet vatra aktive, kjo ndihmuar edhe nga erët, për sa i përket pjesës shkurrave dhe të zonave të pyllëzuara. Po punohet që të ketë sa më pak dëme, sidomos sipërfaqet e ullishteve, për të shpëtuar pikërisht edhe ekonominë e fermerëve këtu. Gjithsesi me këtë rast unë dua të ngre edhe një problem i cili ka të bëjë pikërisht me çështjen e zjarrvënieve, i cili ka të bëjë jo vetëm me aspektet e këtyre që i vënë zjarrin për hir të mushave, por edhe këta që mendojnë se mund të bëjnë djegje të kontrolluara. Jo vetëm që është e antiligjshme, pra kemi të bëjmë me një vepër penale, por që duke mos e pasur kontroll, dhe jashtë siç ndodhi dhe tani, duket që kemi të bëjmë me një akt i cili është jo vetëm përbën
shkelje të rëndë penale, por që sjell dhe dëme shumë të mëdha, edhe në jo vetëm për ekonomitë e banorëve vendas, por njëkohësisht dhe me harxime të teskashme të autoriteteve shtetërore për të përballuar situatën. Edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, zoti Ermal Dredha, në këtë terren ka theksuar se ekzistojnë dyshime se zjarri që ka përfshirë një sipërfaqe jo të vogël në fshatin Oshtim dhe më pas përparoi drejt Kërkovës dhe Bestrovës të ketë nisur nga varrezat e kësaj zone, por gjithsesi sipas tij, strukturat kanë qenë të gjitha në terren, ndërsa pa dyshim që do të ketë një hetim për ngjarjen e ndodhur. Në fakt zjarri ka filluar në Oshtim, sipas indicave që kemi ne, ka marrë në vorrezat e Oshtimës, mund të jetë një gabim njerëzor, një qiri ndezur ndoshta. Megjithatë është për të vërtetuar pastaj nga instancat përkatëse, megjithatë ka qenë një zjarr masiv, edhe reagimi ka qenë në kohë reale qoftë nga të gjitha strukturat shtetërore, përfshi këtu zjarfiksen, Ministrinë e Mbrojtjes, FNSH-ja, forcat e policisë së shtetit, të gjithë kanë qenë në terren, prefekti, patjetër këtu me ne të gjithë, dhe një pjesë e mirë pothuajse është vënë në menaxhim, sepse kemi të paktën kemi evituar pjesën e banesave dhe njerëzve, pra që nuk ka pasur probleme me këtë aspekt. Megjithatë udhëheqësia vazhdon të ketë problematika, siç e shikoni ju, kemi dhe një helikopter që po lufton nga ajri për ta normalizuar situatën. Pra jemi të gjithë këtu. Kemi dhe një indicje tjetër që ka dhe një zjarr në nart, kjo edhe për shkak të temperaturave të larta, megjithatë dhe atje kemi dërguar forcat e zjarfikses së Vlorës me qëllim që ta vendosim në situatën në kontroll. Patjetër strukturat shtetërore duhet marrin edhe masat për gjetur edhe fajtorin, sado që unë e them që mund të jetë edhe një gabim njerëzor, por që megjithatë pse jo, nëse është e tillë të paktën të identifikojmë realisht ku ka gjeneruar problemi dhe si mund ta menaxhojmë pastaj në vazhdim. Zjarri përfshiu një sipërfaqe shumë të madhe në zonën Oshtim, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në varrezat e këtij fshati, ndërsa ka djegur sipërfaqe të mëdha më pas me shkure, bimësi dhe ullishte edhe në Kërkovë dhe Bestrov.